din Amerikanët, e din ata që bëjnë politikën e gjithë botës, jo më të Shqipërisë. Kështu që nuk shpresoj unë që me këtë klasë politike Shqipëria të ketë për kështu progres. Sot në media pash që çmimet në Shqipëri janë 70% më të larta se në Gjermani. Në një kohë që jetesa është 1500% poshtë nivelit gjerman. Pra neve na kanë dënuar zotëri që të vdesim në auria ose të rrim të vatur të rrim me kokullur të mos ngrëm kokë. Prandaj kemi kërkuar dhe mbështetjen e Amerikës. Që të na shpëtojnë nga kjo kuçetër komuniste. Nuk e di pse se bën, që pengon. Se di. Po ndoshta me që Trump foli për Kosovën mund t'i hedhë sytë këte nga ne. Ndoshta me bëhet jemi larg. Ndoshta kemi të gjithë jetën. Kemi 80 vjet që themi ndoshta do bëj diçka Amerika zotëri. 81 vjet. Avokat, mund ndryshoj në gjë nëse në krye të BKH-s, siç diskutuam me herën e parë, shkon Gledis Nano, apo i vetëm është i vështirë që të bëj diçka? Ajo që ka ndorë të bëj Gledis Nano është që të zbuloj faktet dhe prova. Por vendimet i merr prokurori dhe i çon gjykatë dhe gjykata ajo që vendos përfundimisht. Këta e kanë të tyre dhe gjykatën dhe prokuroria. Edhe BKH-n. Gledis Nano kam besim që do bëj diçka, sepse është djalë korrekt dhe djalë i përgatitur, por nuk do ta lëm dhe nuk do ta bën fare për mendimin tim. Do ta anashkaloj se ai anulloi, domethënë këmbgulje dinama që të mos vijë Gledis Nano që para disa vjetësh në krye të e shkarkoi nga drejtori i policisë së shtetit. Pra thoni që do vënë Haki Çako atje. Haki Çako në një, ka qenë në drejtori Gjirokastër. Drejtori i policisë së shtetit. Vetë vej s'ka që bën. Nuk ka që bën zotëri. S'ka pushtet ekzekutiv. Ka pozicion hetus, grumbullus, zbulus. Ja i zbuloj, i qëjnë spak, u vjetë qelë në shqiptar, edhe jemi në rregull. Lënë. Edhe i gjithë fundit kam avokat, ju jeni trembur i shqetësuar nga kjo lufta që po vjen vërdall apo jo? Jo, absolutisht fare. Jo. S'ka punë njeri me ne. Kujto që mund të tentoj që të sulmoj Shqipërinë, do ta marr përgjigjen në sekond nga forcat amerikane. Ka që thjeshtësh. Në fakt në mënyrë indirekte çmimet e rriti. Urdhë? Në mënyrë indirekte rrit edhe çmimet, rrit çmimet. Atë se di. Më shumë se ku janë, më kese janë çmimet s'ka ku i çon më, vetëm të mbyll supermarketet. Avokat, ju lutem edhe diçka, duke qenë se vera është përpara, e prisni që të jetë e nxehtë apo ka marrë pushime gjithë këta? Prap shkojmë te drejtësia, aty i kemi syt. Drejtësia ka vdekur, u them prap, mos e kërkoni më. Kush e bëri vetimun, zotëri? Ju jeni shumë i zhgënjur me Domanin, avokat. Kishit pritshmëri shumë të larta. Dëgjoj, pritshmërit i kishim të tërë, jo vetëm unë. Po Domanit i vajti koborja në rëzveshit. Pra ne nuk flet më. E keni figurative ata, apo... Figurative, po the. Pra shkërcënuar i kanë thënë ti, zotëri, o mbyllgojnë ose i ziu ti. Dhe ishtë, por qa po bën, më thua qa po bën, dakord, keno një treguesi që ai po bën diçka? Pare. A di 4 muaj kanë mbetur dhe këto janë 3 muaj janë pushimet e verës edhe? Po s'kas, iku ajo punë. I lanë mandatin e 4 të Edi Ramës, ja la Sali Berisha, sepse ai në këmbim i jep e lë Sali Berishën të rri atje ku është, mos vej në burg, ka gjykatën e kanë dëgjoj zotëri. Kam parasysh një ngjarje që ka ndodhur në vitin 1215 në Mosgaboj, me mbretin e Anglisë, po do m'japësh kohë ta gjej çike dhe ta diskutojmë. Mbyllej që tani.